Unë nuk e kuptoj presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić, ai ka vendosur në nënshkrim me 2 kryeministra të këtij shtetit ton dashur, në të njëjtin dokument në vitin 2013 dhe 2015, pse nuk e bën të njëjtën gjë tash me mua? Unë jam edhe i gatshëm për nënshkrim edhe i interesuar. Beogradi nuk po don me nënshkru me mua. Ka nënshkru edhe me PDK edhe me LDK. Aman tregoni çështja keni bëu ju që të mësoj edhe unë. Janë dëgjuar zëra të zhurmshëm se Serbia ka nënshkruar marrëveshje me lider të caktuar kosovar, por po refuzon të nënshkruaj me liderin X apo Z. Mbase, duke pyetur përmes britmash me cinizëm, hajde na tregoni si të arrijmë dhe të nënshkruajmë edhe ne marrëveshje me Serbinë. Në fillim të punimeve të konferencës në Rambuje, nga të gjithë faktorët ndërkombëtar, çështjet e referendumit dhe transformimit të UÇK-s ishin tabu. Absolutisht pala kosovare dhe pse përfliste aty këtu, shfaqej e pa shpresë për të realizuar këto synime legjitime. Deri pak orë para përfundimit të pjesës së konferencës në Rambuje, ishte iluzion se diçka e tillë mund të realizohej. Përfaqësia kosovare në fund arriti nga SBA të marrëzotimin me shkrim që përmes vullnetit të popullit pas 3 vitesh të deklarohet për të ardhmen e vet. Nga ky moment përfundoi gjithçka. Serbisë u mbyllën të gjitha rrugët e manovrimit. Referendumi për popullin e Kosovës siguronte pavarësinë pas 3 vitesh, dislokimi i NATO-s nënkuptonte se siguria dhe mbrojtja po kalonin nën autoritetin ndërkombëtar, transformimi i UÇK-s krijonte mundësinë e themelimit të ushtrisë së Kosovës me asistencë profesionale dhe mbikëqyrje euroatlantike, siç edhe ndodhi në periudhën e pasluftës. Slobodan Miloševići dhe liderët e tjerë serb, madje edhe ata rus, deklaruan publikisht se kjo marrëveshje është pavarësi për Kosovën. Serbia refuzoi marrëveshjen.